Në Shqipëri po vazhdojnë punimet për ndërtimin e autostradës Durrës-Morin, që është vepra më e rëndësishme në fushën e infrastrukturës, pasi do të lidhë Shqipërinë me Kosovën. Korrespondenti Plum Sulo ishte në segmentin Fushkruj-Milot, pjesë e autostradës Durrës-Morin, dhe përgatiti kronikën. Segmenti rrugor Fushkruj-Milot është pjesë e autostradës Durrës-Kukës-Morin me gjatësi 170 km që do të lidhë Shqipërinë me Kosovën. Punimet në segmentin Fushkruj-Milot nisën në fillim të këtij viti dhe me gjithë pengesat e krijuara nga mospronësimi i pronarëve të tokës, ritmet e punimeve aktualisht duken të kënaqshme. Me 10 automjete të tonazhit të rënd punojnë pa ndërprerë për zgjerimin e rrugës ekzistuese. I gjatë 13 km, ky segment rrugor deri tani është cilësuar si një nga rrugët më të rrezikshme në Shqipëri për shkak të aksidenteve të shumta të provokuara nga dëmësia e madhe e automjeteve që lëvizin nëpër këtë aks rrugor. Punimet në segmentin Fushkruj-Milot po kryen nga disa kompani ndërtimi, mes të cilave edhe kompania Gener 2 nga Tirana. Këtu jemi në lotin e 6 të autostradës, dublimi i rrugës Fushkruj-Milot. Parametrat e rrugës janë më bashkëkohore. Rruga është me 6 kursi, 4 prej cilave 375 plus nga një kursi emergjencë. Aktualisht jemi në fazën e mbushjes, e cila mund të mbaroj shumë shpejt. Dhe do kalojmë bëjmë vazhdimin e veprave të artit, tombinot dhe urën. Përgjegjësi kantierit të kompanisë Gener 2, Sami Ulaj, thotë se me ritme të gjertanishme po punohet për përfundimin para afatit të këtij segmenti të rëndësishëm të rrugës Durrës-Kukës-Morin. Afati punimi është një vit. Por ne kemi bën punë deri tash kemi bën hedhjen e zhavorit rreth 200.000 metër kub me në kësaj datë, nga data 3 shkurt deri në datën e sotit. Dhe besojmë se këtë projekt ne do thot lotin e 6 ta përfundojmë deri në fund të gustit. Kjo do të jetë një rrugë bashkëkohore me të gjitha parametrat e një autostrade dhe do bashkohet me autostradën që lidh rrugën Durrës-Kukës-Morin. Ndërkohë punimet po vazhdojnë dhe në segmentet e tjera të autostradës Durrës-Kukës-Morin, ku më i rëndësishmi është segmenti Rreshen-Kalimash, ku gjendet dhe tuneli më i gjatë i vendit, i cili pritet të hapet brenda muajit qershor. Për zërin e Amerikës, nga segmenti Fushkruj-Milot, Plum Sulo.